Ne të gjithë ndonjëherë edhe gabojmë. Sa i përket këngëtarëve tanë, kur është puna te muzika, disave prej tyre duhet me javë gjatë dorën. E në anën tjetër, kur është puna për intervista apo ndonjë deklaratë të tyre, ata lënë shumë për të dëshiruar. Në vazhdim ju kemi sjellë disa momente ku artistët tanë, fjalitë të cilat i kanë thënë, me siguri nuk i kanë kuptuar as vetë. E cilat janë ato, e ndjekim bashkë në vazhdim. Gabimet mund të jenë të pranishme në momente të ndryshme, po për fat të keq, ato të personazheve publike mbahen mend nga të gjithë. Në këtë listë janë piketuar disa fjali të yjeve që nuk kanë pasur kuptim, por që kanë bërë jehon të madhe mediatike. Janë përjashtuar politikanët, sepse ata meritojnë një listë akoma më të gjatë, e për postyre janë larguar edhe thëniet raciste që kanë bërë në një moment të caktuar yjet tona. Lista fillon me këtë deklaratë. Unë atje ndoshta do të kisha marrur oferta të ndryshme, shumë të mëdha, domethënë prej biznesmenëve atje të mëdhej gjithë botës. Ndoshta do të kisha arrit që ta ndryshoja komplet jetën time. Kjo përgjigje ka Altina Nezirit pushtoi media tona javëve të fundit, pasi që formulimi i fjalëve lë shumë hapësirë për t'u keq kuptuar. Nëse analizohet e gjithë deklarata, ajo çfarë kishte ndëruar Altina është takimi me biznesmen e jo me shtëpi të modës. Duke mos janë zënë për të madhe, besojmë që Neziri ka menduar për kompanitë e modës. Kështjella Pepshi i bën shoqëri Altrinës në këtë listë, por ndryshe nga kjo e fundit, Kështjella ka problem formulimin e fjalive. Çfarë këshilla do jepte Pepshi një burri? Man can more organization and more sensitive and more passion. Anglishtja jo e mirë e Kështjellës ka prodhuar shumë humor në rrjetet sociale, e gjithë këtë pjesë Pepshi ka mundur ta largojë duke folur në shqip. Kjo është e papërshkrueshme moment snuk. Nëse, përpos miseve, edhe këngëtarët shpesh herë nuk arrin të gjejnë fjalët e duhura në ekran. Genta Ismaili ka akoma vështirësi kur vjen puna tek intervistat. Para disa kohe, ajo në 60 sekonda është pyetur për sportin ideal, që është Sporti ideal? Bears, Chicago. Chicago Bears nuk është sport, por ekip. Genta nuk ka faj se nuk është në lëmin e saj, por kur është 100% muzikë, ajo përgjigjet. Genta Ismaili? E randa sot që këlqen në çdo lloj mënyre, duke filluar prej stilit që e ka vesh, Çka ti konsideron me vlerë? Dalfina Zeqiri emocionohet shumë kur pyetet për gjërat më me vlerë në jetën e saj. Prej klipeve? Jo, 4 gjërat më me vlerë për ty. Çka ti konsideron me vlerë? Në këtë rast, prezantuesi di më mirë gjërat e vlefshme të këngëtarës. Familja, një. Familja, një. 2. E dyta është shoqënia që e kam, shoqëninë që e kam pas prej fillimit që më kanë mbështetur. Tash e di që ju jeni të pritë gjithë qenë këto mrena që kam e bërë shumë gabime unë e këto sonde. Se zakonisht bëj shumë gabime kër i flasë shqip. Megjithatë, kur vjen puna tek muzika, Dafi vështirë ta lëshon rrugën. Vesa Luma, kur të falenderon shumë. Në një deklaratë për 90 sekonda, peshën më të madhe këngëtarja ja jep fjalës. Duhet me bëj një falënderim shumë special. Falenderoj shumë personat e Blerinën shumë. Ky çmim nuk du me zgja shumë. Këto kohë të vudin shumë dhe që me të vërtetë e meriton shumë. Ju dum shumë. Çmimet bëjnë e ajo që nuk ishte vetëm lajm, por që shpërtheu gjithandej, ishte deklarata jo e menduar mirë e Adelina Tahirit. A kështë mujtë me najtë me një lesbika? me pas shoqe ndoshta pa ato gjuhën gjithsesi, kështu që jo. E më pas, ka vazhduar me një përgjigje sërish të nxituar. Po me një anë thëmë, më mirë që të regojnë disa që janë tillë se sa të marrin qa vajza ose femrat më mash. Nëse fëmija i saj do t'ishte gay, si do reagonte ajo? Me thanë që për ato duhet baba mos t'jetë gay. Këta ishin vetëm disa nga përgjigjet jo të menduara mirë të yjeve, cila prej tyre lep për të dëshiruar.